A beson në dashurin me shikim të parë? Po, e besaj. E beson? Po. Veç e beson apo të kanë zonë taksirati? Po, më kanë zonë taksirati se dhe e kom përjetu. Dhe me thonë që shtot, une jom martu qëtash në shtatorën, në fakt. Shtatorën e kalum. Edhe që shtot kom qenë të hecë rrugës dhe a i ka qenë burë jam pashurti, ka qenë të e prit autobusin edhe ka qenë një moment edhe që shtot. Po. Do me thonë, ala po ndodh kanë rrugën, ka mendu se këtë dashnit lindin tash në rrjete sociale. Ju për një me... Edhe s'keni faj për atë gja, po na po mdo këtë e me... Po e prit autobusin një vajzë nga Amerika mu dashuru, e rrallë. Pare me na, po der, po. Oke, faleminderit shumë për përgjigjet. Faleminderit. Cili me ndonë se është momenti më i sikletshëm gjatë një date night? Me vendos ku me hangër, qka me hangër, po mdo këtë që aty... Vendi. Po, që aty argumentet lindin mas shumë të jone, qysh tek atje, anek, ne, trafiku në Prishtinë, qysh me shku atje, të me thonë lokacioni... Lokacion. Ku me hangër është nështë da qështja kryesore. A nuk është problem kush me pagu? Jo. Se kush pagun? Unë e s'paguj. Do me thonë s'kemi problem. Oke, se nga shqiptarët shtyhemi. Po, tash më varet edhe, po, është dhe vërtet, më varet me kënje të dalë në qëfar aspekti, po për date night është... Dihet. Dihet. Tradicionale. Oke, faleminderit shumë.